Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor. Ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me shkarkimin e kryetarit të Këshillit, saktësimin e kritereve për zgjedhjen e juristit të shquar, debat publik gjatë zgjedhjes së kandidatëve për antar jo gjyqtar për transparencë më të madhe, forcimin e kritereve për zgjedhje, përgjegjësi dhe shkarkim të antarëve nga radhët e gjyqtarëve. Ligji i ri parashikon kritere më të repta për antarët e Këshillit Gjyqësor nga radhët e juristëve të shquar të propozuar nga Kuvendi dhe presidenti i Maqedonisë së Veriut. Avni Qahili është shqiptari i parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut që emërohet drejtori i Muzeut të Arteve Bashkëore. Si krijues artistik i njohur, tashmë në rolin e drejtorit pritet që Qahili të sjellë një frym të re në menaxhimin e institucionit, duke përhapur më shumë hapësira për artistët shqiptar nga Maqedonia e Veriut, rajoni dhe bota. Emërimi i tij shihet si një mundësi reale për rritjen e përfaqësimit dhe bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar si dhe fuqizimin e skenës artistike bashkëkohore. Presidenti i Kosovës kërkon një mandat të dytë në krye të shtetit. Në një intervistë për Radion Europa Lir, Vjosa Osmani deklaroi se është në pritje për formimin e institucioneve të reja dhe paralajmëroi bisedime për mbështetjen e kandidaturës së saj. Ai tha se synon të vazhdojë angazhimin politik edhe nëse nuk zgjidhet sërish në krye të shtetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë bilancit një vjeçar të punës së qeverisë paralajmëroi se Parlamenti dhe Këshilli i Ministrave nuk janë zyre notariale që vetëm firmosin kërkesat e SPAK. Pas interesimit të gazetarëve, shefi i qeverisë tha se prokurorët e posaçëm nuk mund të vinë në kuvend me një USB të pretenduar se përmban 16.000 faqe prova për zëvendës kryeministrin e Shqipërisë Belinda Balluku. Pushteti legjislativ duhet shprehet, nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë notarie, është një quasi gjykat, quhet. Dhe parlamenti nuk notarizon kërkesat që vinë. I merr i shefi. Kryeministri deklaroi se materialet e SPAK nuk janë të requr nga asnjë prej deputetëve të Partisë Socialiste. Po t'isha unë në Këshillin e Mandateve, t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. Kryetari i Partisë Demokratike bilancin e vitit 2025 e përqendroi në sulmet ndaj qeverisë. Në konferencën për shtyp para gazetarëve, Sali Berisha akuzoi familjarët pranë kryeministrit të Shqipërisë si përfitues nga këto tendera. Gjerë 2 vite më parë, fituesi të gjitha tenderave de facto ishte Armand Frangu, kunati i Linda Rams, Bazhanaku i Edi Rams. Por pas zbulimit, pas regjistrimit, pas vërtetimit të ndërhyrjes së bashkëshortës kryeministrit, u vepru me prestonome dhe 93% e gjithë tendrave të kopshtit privat të Edi Rams fitoshin vetëm nga 2 kompani, që të dyja absolutisht në fakt kompani të Armand Frangut. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, sot kryeministri deklaroi se nuk do ta heqë mandatin e deputetes së Partisë Socialiste Belinda Balluku. Dhe tani nga zyra e tij, në mënyrë identike me një hajdut të papenduar, deklaron se 16.000 faqe të sjella nga prokuroria nuk kanë asgjë për Lubi Ballukun. Prandaj ktheni mbrapsht se s'hiqet, nuk hiqet imuniteti i saj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.